تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë, posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti i gjithdituri i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturin, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me librin Umdatul Ahkam të autorit Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, i cili ka lindur në vitin 541 dhe ka vdekur në vitin 600 të hijretit. Allahu e mëshirov dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Mëtej, jemi në këto temat e këtij libri, jemi në kapitullin e nikahut dhe kemi folë diçka për vlerën, rëndësinë e nikahut, rëndësinë e martesës në përgjithësi dhe gjithashtu vlerën dhe lartësinë, domethënë, të normës së nikahut në Islam dhe rregullave të kësaj norme. Edhe përmendëm diçka për ato që ndalohen për martesë dhe disa çështje të nikahut. Tema e radhës është babu ash-shuruti fi nikah. Domethënë që ka të bëjë me kushtet që vihen në nikah. Domethënë kushtet në bazë të cilave bëhet nikahu. Kushtet, si në çdo marrëveshje tjetër, si në çdo kontratë, mund të shtohen, ka kushte që janë të caktuara sheriatikisht dhe gjithashtu mund të shtohen kushte tjera nga dy palët e marrëveshjes. Dhe këto kushte që shtohen mund të jenë kushte të sakta, sahih, domethënë, dhe kushtet sakta janë ato që nuk e kundërshtojnë qëllimin e marrëveshjes. Për çka bëhet marrëveshja? Domethënë nuk bien ndesh me qëllimin ose kërkesat e marrëveshjes, dhe gjithashtu është, domethënë, që mos jenë kundërshtim me ligjet e shariatit. Se kuptohet në lidhje me nikahun, secili prej dy bashkëshortëve ka synime me, domethënë, që do t'i arrijë përmes nikahut, dhe këto synime nëse kundërshtohen me ndonjë prej kushteve, atëherë nuk janë kushte të sakta, nuk pranohen. Edhe do të përmendim disa shembuj. Ky është, domethënë, kushti që është i saktë. Dhe nga ana tjetër ka kusht që është batil, domethënë kusht i papranueshëm në këtë marrëveshje. Edhe siç tham, kjo është kushti që vjen kundërshtim me qëllimin ose kërkesat e kontratës së nikahut. Në përgjithësi, kushtet për cilat merren vesh dy palë duhet të plotësohen, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë al-muslimuna 'inda shurutihim. Domethënë, muslimanët u përmbahen kushteve që i kanë pranuar. Domethënë, çdo marrëveshje me cilën fiton ti ndonjë të drejtë, domethënë, kushtet që janë vënë në atë marrëveshje janë obligim, edhe muslimani duhet t'i përmbahet.
Do të thënë al-muslimuna inda shurutihim. Do të thënë muslimanët janë i qëndrojnë kushteve të tyre, illa shartan harrama halalan aw ahalla haraman. Përveç ndonjë kushti që e bën halalin haram ose e bën haramin halal. Do të thënë pra kështu ky hadith është baza thelbësore, do të thënë, për këto rregulla, për rregullat e kushteve. Dhe kushtet duhet të respektohen pa marrë parasysh a janë vendosur para kontratës, para nikahut ose gjatë nikahut, nëse vendosen, pra ato që merren vesh dy palët duhet të respektohen. Hadithi që e ka sjell autori rahimahullah është këtu hadithi 302 me rënd, thot an Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, transmeton nga Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ash-shuruti an tufu biha mastahlaltum bihi al-furuj. Do të thënë kushti më parësor që ta plotësoni, kushti që është më obligim ta plotësoni, është kushti me të cilin ju e bëni halal, do të thënë marrëdhëniet, i bëni halal marrëdhëniet intime. Do të thënë kushti me të cilin arrihet deri te marrëveshja nikahut, kurse me nikah bëhet halal marrëdhënia mes burrit dhe gruas, atëherë, do të thënë ky është kushti më parësor që të plotësohet. Çka do të thënë ky hadith? Do thotë se për marrëveshjen e nikahut, siç tham, ka kushte, kushte që i ka caktuar sheriati, dhe ky hadith gjithashtu do të thonë se secili prej bashkëshortëve, do të thënë pasi kuptohet ka synime edhe qëllime që do t'i arrijë me martesën, edhe prandaj ka mundësi të kërkojë ndonjë kusht dhe nëse e pranon pala tjetër, atëherë do të thënë duhet të realizohet. Sepse kushtet e nikahut janë me peshë shumë të madhe, edhe me shentri shumë të lartë, do të thënë shumë janë të paprekshme, janë shumë të fuqishme, do të thënë për t'i zbatuar, sepse siç tham, me këto kushte është bërë halal diçka që është shumë e rëndë, edhe nuk bëhet halal lehtë. Do të thënë prandaj me marrjen përsipër të këtyre kushteve dhe detyrimeve, do të thënë bëhet halal kjo çështje, edhe ajo është çështje shumë e madhe dhe shumë rrezikshme, lidhet me të nderi, feja, lidhet me të familja, pasardhësit, do të thënë trashëgimi e kështu me radhë, do thotë janë çështje shumë të ndërlidhura, për këtë shkak kjo është temë shumë e rrezikshme dhe është shumë e rëndë, i ka kushtuar sheriati rëndësi të veçantë. Edhe kuptohet se sheriati e ka sjell drejtsinë e plotë në ligjin e Allahut, është drejtësia absolute dhe e përsosur. Dhe çdo herë kur kërkohet diçka, kur dikush kërkon ndonjë interes ose ndonjë përfitim, duke i kundërshtuar rregullat e sheriatit, vetëm bie më poshtë dhe humb bereqetin dunja dhe gjithashtu shpërblimet e ahiretit. Për këtë shkak, do të thënë sheriati i ka rregulluar në mënyrë të përsosur të gjitha çështjet dhe gjithashtu këtë çështjen e martesës dhe kurorëzimit dhe e ka vendosur, do të thënë, këtë rregull që plotësimi i kushteve me të cilat bëhet halal marrëdhënia mes burrit dhe gruas, do të thënë, është plotësimi më i detyrueshëm, edhe obligimi më i madh. Që do të thënë kanë përmendur dietarët prej përfitimeve prej këtij hadithi se është obligim të plotësohen kushtet të cilat i ka pranuar njëri prej bashkëshortëve, e ka pranuar, do të thënë, për palën tjetër. Për shembull, nëse është në nivel më i lartë ose shumë më i lartë e mehrit, edhe e pranon pala tjetër, ose siç kanë përmendur dietarët, nëse është si kusht banimi në një vend të caktuar, do të thënë nga ana e gruas, gruaja kërkon që banimi të bëhet në një vend të caktuar, ose do të thënë kushte të ngjashme, do thotë këto janë kushte që
në bazë të cilave bëhet kontrata, atëherë është obligim të plotësohen. Ky obligim i plotësimit, siç thamë, vlen për të gjitha kushtet, përveç atyre që e kundërshtojnë synimin e kontratës së nikahut, edhe e dëmtojnë interesin e njërit prej bashkëshortëve. Por gjithashtu edhe kufizimi bëhet, më thënë lidhje me këto kushte, edhe nëse me ato kushte dëmtohet dikush tjetër, dikush i treti. Sigurisht për shembull ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha." Domethënë nuk i lejohet gruas të kërkojë divorcin e motrës saj, domethënë që të martohet. Për shembull, nëse dikush është duke e kërkuar gruan e dytë dhe ajo e bën kusht për martesë që të divorcohet prej të parës, atëherë kjo është haram, domethënë për atë grua, edhe nuk lejohet pranimi këtij kushti. Po ashtu prej këtij hadithi përfitohet se plotësimi i këtyre kushteve, domethënë kushteve të nikahut, është më parsor se çdo kusht tjetër. Çdo kusht tjetër. Domethënë çdo kusht për marrëveshje të lloj-llojshme, marrëveshje të qiras për shembull ose marrëveshje shitblerje se kështu me radhë, kushtet në nikah janë më parsor, si ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ahaqqa shurut, inna ahaqqa shurut, domethënë kushtet më meritore ose më obliguese janë ato, domethënë me të cilat e bëni halal kontaktin mes gruas dhe burrit. Ka disa kushte, domethënë në lidhje me hadithin që përmendëm në fillim, që është si bazë për çdo lloj kushti në për kontrata, që thot përveç kushtit që e bën halal dhe një haram, ose e bën haram një halal. Për shembull, nëse kanë përmendur dietarët, nëse kërkon burri, për shembull që mos e ketë obligim furnizimin e gruas, sepse nga marrëveshja, domethënë në mënyrë automatike, në marrëveshja e nikahut është se obligimi për furnizimin e gruas i takon burrit. Nëse këtë kusht e kërkon burri, pra është në kundërshtim me fjalën e Allahut, se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahun." Domethënë ky ajet bën fjalë për divorcin, domethënë pas divorcimit. Nëse gruaja është shtatëson, atëherë ju e keni obligim të shpenzoni për ta derisa ta lindin foshnjën. Pastaj ka, domethënë, ajete të tjera, gjithashtu rregulla që përshkruhen edhe si duhet bëhet furnizimi i foshnjës edhe furnizimi i gjithansës e kështu me radhë, që janë obligime të burrit. Edhe po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih, më thënë që transmeton Nesai dhe Sheikhul Albani e bën sahih, ka thënë innama an-nafaqatu was-sukna lil-mar'ati idha kana li zawjiha 'alayha ar-raj'a. Domethënë gruaja e ka të drejtë, i vazhdon edhe pas divorcit, domethënë e drejta e banimit dhe shpenzimit, furnizimit, domethënë ushqimit, veshmbathjes e kështu me radhë, është e drejta e gruas nëse është domethënë divorci që burri ka të drejtë ta kthej. Domethënë derisa është në kohën e pritjes, idde, domethënë vazhdon ta ketë obligim burri furnizimin e saj. Kjo është, domethënë që kanë thënë disa dietarë se prandaj një kusht që e kundërshton këtë rregull, domethënë është i papranueshëm. Por disa prej dietarëve thonë, nëse gjithashtu edhe nëse gruaja akuzon që mos marrë tjetër burri, domethënë hin në të njëjtin kuptim. Mirë, po disa prej dietarëve kanë thënë që këtu shikohet interesi ose haku i secilit prej bashkëshortëve, dhe nëse njëri prej bashkëshortëve, domethënë bën kompromis me të drejtën e vet, domethënë tërhiqet prej drejtës vet për të arritur marrëveshjen e martesës, atëherë, domethënë është kushti i pranueshëm.
Prandaj, do të thënë ka kundërshtim mes dietarëve për këto kushte. Përndryshe, në përgjithësi, do të thënë vetë kontrata e nikahut është, do të thënë, kontratë që i obligon të dy palët të jetojnë mes veti në mënyrë të mirë ose të ndahen në mënyrë të mirë. Do të thënë, nuk lejohet padrejtësia ose shtypja ose diçka e tillë, po si ka thënë Allahu fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Do të thënë ose ta mbaje gruan me të mirë, në atë që është bashkëtesë e bukur dhe e mirë, ose ta lëshoj, ta liroj, do të thënë me bamirësi, gjithashtu. Do të thënë duke i bërë mirë dhe duke e plotsu atë, do të thënë duke ja shëruar zemrën. Po, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, was-sahihu alladhi alayhi aktharu nusus Ahmed, do të thënë mendimi i saktë që është në shumicën e fjalëve të Imam Ahmedit është se shumica e selefit e kanë janë të mendimit se çdo obligim që bëhet nga kontrata e nikahut. Do të thënë vetë kontrata e nikahut bën disa obligime për bashkëshortët, siç është an-nafaqa, do të thënë shpenzimi ose furnizimi, al-istimta', kënaqja me njëri tjetrin, ndarja e natës, do të thënë fjetja me gruan, gjithashtu, ose po ashtu kënaqja e burrit me gruan, do të thënë këto nuk janë të caktuara në mënyrë të saktë. Do të thënë, çka është qëllimi? Nuk është të caktuar në shariat sa duhet të jetë sasia e shpenzimit për gruan, ose nuk është të caktuar, do të thënë sa herë duhet të jetë kënaqja me njëri tjetrin ose fjetja me gruan, sa net, sa shpesh duhet të jenë. Ato nuk janë të caktuar në mënyrë të prerë në shariat, por është baza ose gjykuesi për këto çështje është tradita e njohur, ajo që është në mënyrën më të mirë, siç është përmendur në ajet walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Do të thënë gratë i kanë po ato të drejta siç kanë edhe obligime bil ma'ruf. Edhe fjala ma'ruf, do të thënë sipas asaj që është e njohur, që dihet, do të thënë sa duhet shpenzohet, sa duhet ushqim për shembull, ose si duhet të jetë banimi, do të thënë ajo që është e njohur, ajo është detyrë në shariat, nuk ka, do të thënë ndonjë kufi të caktuar. Edhe po ashtu argumenti tjetër është nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë Ibn Taymija, s'ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Do të thënë merr prej pasurisë burrit sa të mjafton ty dhe fëmijëve tu bil ma'ruf. Do të thënë sipas asaj që është e njohur dhe që është e mirë, do të thënë ose bamirësi. Dhe thot nëse kanë mos pajtim bashkëshortët, do të thënë nëse gruaja ankohet se burri i jep pak, ose burri ankohet se gruaja harxhon shumë, e kështu me radhë, edhe nuk kanë marrëveshje, atëherë duhet të gjykohen te gjykatësi dhe ai e cakton, do të thënë sipas argumenteve rrethuese, e cakton sasinë sa duhet. Mirë, pastaj në hadithin tjetër, hadithi i radhës që është 303, thot an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikah as-sighar. Do të thënë, thot Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar nikahun që quhet sighar. Dhe ka thënë was-sighar an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu. Do të thënë, sighar do thotë që dikush ta martoj bijën e tij, vajzën e tij, me kush që ai tjetri t'ia jap vajzën e tij, wa laysa bainahuma sadaq. Edhe pa pasur mehr, do të thënë që t'i jepet këtyre dy vajzave. Do të thënë sighar ose ajo që është emërtuar në trojet tona me këtë termin me të ndrume, do të thënë që ja jep vajzën për martesë dikujt që ai t'ia japë vajzën atij,
dhe mehri i secilës është martesa e tjetrës. Domethënë të jap ty vajzën dhe mehrin që e kërkoj për ta është ma japësh ti mu vajzën tënde. Ose motrën, për shembull, që është më e njohur. Kjo është e ndaluar në shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu ky shpjegimi, çka do të thotë sigar, do të thënë lexuam se ka thënë Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar sigarin ose me të ndrume. Dhe ka thënë was sigaru, do të thënë prej këtu kush e ka thënë këtë fjalë. Ka ikhtilaf nga Imam Maliku, se Imam Maliku është transmetues, do të thënë disa kanë thënë se kjo është fjalë e Imam Malikut, disa kanë thënë se është fjalë e Nafiut, do të thënë nxënësit Abdullah ibn Omerit, që është tabi. Disa kanë thënë se është fjalë e Abdullah ibn Omerit. Disa kanë thënë se është vazhdim i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por sidoqoftë, më saktë mund të jetë se është fjalë Abdullah ibn Omerit ose Nafi. Do të thënë që është fjalë e sahabijut ose tabiinit, dhe kjo është në përputhje me kuptimin gjuhësor, se fjala shigar, do të thënë ngritje ose largim, dhe është për qëllim largim i hakut të mehrit. Edhe kjo është e ndaluar. Do thotë e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë mënyrë, do të thënë që ti anulohet gruas haku i mehrit. Pasi mehri është, do thotë, një e drejtë e madhe dhe e drejtë e veçantë, vetëm e gruas. Nuk ka të drejtë këtë të drejtë, do të thënë, t'ia marrë as baba i saj, as burri i saj, as dikush tjetër. Do të thënë është e drejtë e plotë e gruas, asaj i takon që ta caktoj shumën e mehrit dhe po ashtu asaj i takon që të vendos për mehrin, çka do të bëjë me ta. Ta marrë për veti ose ta falë ose ta shpenzojë për diçka, do thotë është e drejta e saj absolute. Prandaj ky lloj i martesës që është kushtëzim për anulimin e mehrit, më thënë është haram. Pra, nga ky hadith përfitojmë se ndalohet martesa me të ndruar. Por çka do të thënë kjo që ndalohet? Pra nuk ka kundërshtim të dietarët se është haram, edhe është mëkat kjo bërja e kësaj lloji martese. Po ka kundërshtim a është martesa valide ose jo. Dhe mendimi më i saktë është se martesa nuk është valide, pasi kur ndalon shariati, do të thonë se është pengesë për kryerjen e asaj vepre. Do të thonë është e penguar. Dhe kush e bën, do të thonë ka bërë diçka jo valide. Pra nëse e ka bërë dikush këtë lloj të martesës, do thotë se ajo nuk ka validitet ose nuk ka vlefshmëri në ligjet e shariatit. Është martesë e paqen. Gjithashtu nga ky hadith kuptojmë se do të thënë shkaku i ndalimit, cili është shkaku, është do të thotë anulimi ose pengimi i gruas prej mehrit. Dhe do thotë përket duhet të dihet se një grua si ajo, do të thonë sa e ka mehrin. Pra kur veprohet sipas këtyre rregullave, atëherë do të thonë bëhet e njohur në shoqëri. Do thotë një femre si pozita e asaj, çfarë mehri i takon, ajo është, do të thonë, e përmendim sepse do ta shpjegojmë një çështje tjetër. Do thotë duhet të dihet sa është e zakonshme të jepet mehr një gruaje të pozitës ose të vlerës së asaj që martohet. Do të thonë varen rrethonat, do thotë a martohet për herë të parë ose ka qenë e martuar ose preardhja e familjes ose mosha ose niveli për shembull i diturisë kështu me radhë, do të thonë këto janë rrethona që e vlerësojnë se sa i takon meher asaj. Kjo duhet të dihet se pastaj mehri mund të, do të thonë ajo gruaja të kërkojë më pak
edhe kjo është prej kushteve që heq dorë prej të drejtës vet, ose të kërkoj edhe më shumë, atëherë varet prej palës tjetër a e pranon këtë më shumë, do të thënë siç tham te kushtet, nëse kërkon më shumë mehr. Por në lidhje me këtë martesën me të ndruar, disa prej dietarëve kanë thënë se martesa është në rregull nëse u jepet mehri të dyjave. Do të thënë, pasi ka ndodhur që e kanë kry këtë martesë shigar, do të thënë me të ndrume, atëherë për ta bërë të ligjshme me martesën, do të thënë duhet u jepet mehri sa është i zakontë për ato të dyja, dhe atëherë vazhdon, do të thënë martesa të jetë e ligjshme, kurse siç tham mendimi tjetër është se nuk, do të thënë nuk vlen, ajo martesë duhet patjetër të anulohet, do të thënë ajo është e anuluar ligjërisht, edhe duhet të veprohet sipas këtij anulimi. Po ashtu prej këtij hadithi përfitojmë se kush e ka në kujdestari ndonjë femër, do të thënë e ka obligim që të jetë bamirës ndaj saj, edhe të jetë i çiltër me të, do të thënë t'ia japë hakun e saj, nuk lejohet ta martojë me dikën që nuk është i përshtatshëm për të, do të thënë vetëm për qëllimet e veta, nuk i lejohet qoftë babaj ose dikush tjetër që është përgjegjës ose kujdestar i asaj vajze, nuk i lejohet ta martojë për synimet dhe qëllimet e veta ose për përfitimet e veta, por e ka obligim që ta shikojë interesin dhe përfitimin e vajzës. Pastaj mirë, në hadithin tjetër, hadithi radhës është hadithi 304, thot an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nikah al-mut'a yawm Khaybar wa an luhum al-humur al-ahliya an luhum al-humr al-ahliya. Do thot nga Aliu radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar martesën e përkohshme, ajo që quhet nikahul mut'a. E ka ndaluar në ditën e Khajberit, do të thënë në luftën e Khajberit, dhe gjithashtu e ka ndaluar ngrënien e mishit të gomarit shtëpiak. Pra në këtë hadith është e qartë se përmendet një lloj prej martesave që kanë qenë prezente në xahiliet, edhe që janë ndaluar në Islam, disa në fillim, disa më vonë, do të thënë siç është ajo paraprake që thënë nikahu shigar, ka qenë shumë i përhapur në xahiliet. Mirë po Islami e ka ndaluar. Edhe gjithashtu martesa e përkohshme, që do të thënë një burrë dhe një grua merren vesh që të lidhin kuror, do të thënë të kurorzohen për një periudhë të caktuar. Dhe kur kalon ajo periudhë, automatikisht, do të thënë, kurora është e prishur edhe anuluar. Kjo ka qenë lejuar në fillim për domosdoshmëri, për darura. Do të thënë nuk ka qenë lejuar në mënyrë të përgjithshme. Do të thënë se i kam pa që armiqtë e Islamit, islamofobët e marrin edhe këtë çështje si rrugë për ta sulmuar Islamin. Do të thënë kjo ka qenë diçka e njohur në atë shoqëri. Dhe pastaj e ka kufizuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kjo mund të përdoret vetëm për domosdoshmëri, ku njeriu nuk ka rrugdalje, nuk mund të martohet për shembull. Atëherë, do të thënë e ka bërë këtë martesë të përkohshme. Mirë po e ka ndaluar në luftën e Khajberit, është ndaluar kjo, dhe ka ihtilaf të dietarët kur ka qenë kjo ndalesë. Pra sipas këtij hadithit është e qartë se ka qenë në luftën e Khajberit. Ka në hadithe tjera se ka qenë në çlirimin e Mekkës, e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa prej dietarëve kanë thonë se ndalesa ka ndodhur një herë, do të thonë që është treguar në luftën e Khajberit, pastaj në çlirimin e Mekkës është përforcuar
ose është treguar edhe një herë për ata që nuk e kanë ditur, por disa thonë edhe disa prej sahabeve gjithashtu kanë transmetuar se në luftën e Hajberit është ndaluar, pastaj më vonë është lejuar, pastaj në çlirimin e Mekës është ndaluar përgjithmonë. Pasi është e mundshme gjatë shpalljes së shariatit, kemi treguar se abrogimi është haki Allahut subhanahu wa taala. Allahu është ligjvënësi, edhe vendos ato ligje që do, i anulon ato që do, ose i kthen. Ajo nuk është e çuditshme. Ka mundësi që 2 herë është ndaluar dhe 2 herë është lejuar. 2 herë është lejuar paraprakisht, edhe 2 herë është ndaluar. Është e mundshme, por pas ndalimit që është bërë në kohën të çlirimit të Mekkës, edhe pas kësaj nuk ka lejim më. Edhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi të ndryshohet ky ligj. Për këtë shkak këtu ka ixhma të dietarët e umetit pa asnjë kundërshtim se nikahu i përkohshëm është i ndaluar. Këtë hadith e ka thënë Aliu radhiyallahu anhu si përgjigje ose refuzim për mendimin e Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. Se Abdullah ibn Abbas ka thënë lejohet nikahu i përkohshëm për domosdoshmëri, për darura. Edhe atëherë Aliu radhiyallahu anhu, kjo ka qenë rruga e sahabeve, pra nuk kanë thënë si ka mundësi ky është më i madh, ky është më i vogël, ky kaq vjet ka dituri, kaq vjet bën davet e kështu me radhë, nuk kanë thënë ashtu, por e kanë sjellë vetëm argumentin. Pra pasi është përmendur që Abdullah ibn Abbasi e ka mendimin se lejohet nikahul mut'a, se ky nikahu apo kurorëzimi me afat të caktuar, ka thonë atëherë Aliu radhiyallahu anhu ka tregu, e ka transmetuar këtë, ka thënë luftën e Hajberit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu. Edhe atëherë me këtë ka mbaru kundërshtimi, edhe Abdullah ibn Abbas gjithashtu është kthy nga mendimi i tij, është tërhequr, do thotë nga ai mendim, pasi i ka arritur fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka mundësi që, për këtë shkak, disa sahabe kanë ditur lejimin, nuk e kanë ditur ndalesën. Pastaj dikush ndoshta e ka ditë ndalesën dhe e ka ditë lejimin pas ndalesës, dhe nuk ka qenë informuar për ndalesën e dytë, dhe më rëndësi është, ata që e kanë transmetuar edhe për s'dyti se është ndaluar, atëherë nuk ka dyshim se deri në ditën e gjykimit kjo është e ndaluar. Kurse përmendja e mishit gomarit këtu, nuk do më thonë se edhe kjo ka qenë në luftën e Hajberit. Këtu ka thonë e ka ndalu kurorëzimin me afat caktuar në luftën e Hajberit dhe e ka ndaluar mishin e gomarit. Do thotë kjo nuk do më thonë se të dyja kanë qenë në të njëjtën kohë, por të dyja janë përgjigje ndaj Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. Ka treguar Aliu radhiyallahu anhu se këto i transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, shikoni edhe kjo është një prej rregullave të martesës, se qëllimi i shariatit me martesë është bashkimi i përhershëm mes një burri dhe një gruaje, do të thënë bashkim që është i ndërtuar në një jetë të bashkëjetesës së përjetshme, gjithë jetën, edhe do të thënë në bamirësinë të njëri tjetrit, dhe në këtë mënyrë që mbrohet gjithashtu gjenealogjia, mbrohet do të thënë preardhja e fëmijëve, që është e qartë, në këtë mënyrë është e qartë, dhe e kanë ndalu këto veprime, do të thënë që kanë qenë prezente, prej të cilave vinë dëme të kësaj natyre. Do të thënë përzihet preardhja, nuk dihet fëmia i kujt është, edhe gjithashtu është prishje e besimit mes shoqërisë, mes familjeve. Do të thënë qëllimi është që të dy familjet, do të thënë të jenë të lidhura mes veti, edhe këta dy persona, burri dhe gruaja, të jenë të lidhur në mënyrë të përhershme,
dhe domethënë për ti arritur përmirësimin e shoqërisë, edhe rregullimin e familjeve, preardhjeve, domethënë që dihet kush prej kujt është. Edhe kurse kjo martesë është në kundërshtim me këto qëllime. Për këtë shkak është e ndaluar në sheriat. Këtu ka një çështje tjetër që e kanë përmendur dietarët e hershëm, a lejohet martesa, domethënë që dikush ta ketë niyetin për që të jetë e përkohshme. Edhe për këtë ka ihtilaf të mjaftueshëm. Domethënë e kanë ndaluar disa prej dietarëve për shkak të këtij hadithi ose këtyre haditheve, domethënë që ndalojnë këtë martesën e përkohshme. Harrova të përmendi gjithashtu se nëse lejohet martesa e përkohshme, atëherë është diçka që në një farë mënyre, domethënë legjitimim i zinas. Domethënë atëherë nuk ka rregull dhe kufizim për ndryshimin e partnerëve kështu me radhë. Domethënë prandaj në sheriat është martesa me rregulla të përhershme, edhe nëse ndodh ndarja, atëherë ka rregulla. Disa i kemi përmend dhe përsëri do t'i kthehemi kësaj teme, domethënë për rregullat e ndarjes, që janë të gjitha mbyllje të gjitha llojeve të rrugëve për zina, për lidhje të paligjshme mes njerëzve. Po, në lidhje me këtë martesën me niyet të përkohshëm. Domethënë, njëri prej të dy palëve, pra bën martesë jo të përkohshme, të përhershme, domethënë siç është në rregullat e sheriatit, mirë po në vetvete e ka niyetin që për një periudhë të caktuar, pastaj ta ndërpresë këtë martesë. A është kjo e lejuar? Domethënë ka thënë Ibn Taymija, edhe ka prej dietarëve të tjerë që kanë përmendur për shkak të udhëtimit, për shembull nëse dikush udhëton në një vend, edhe aty friksohet se mund të bjerë në haram, ai lejohet që të martohet ai aty duke pas niyet që kur të vijë koha e kthimit prej udhëtimit, domethënë të divorcohet. Atëherë pra ka thënë Ibn Taymija se domethënë duhet dijen disa çështje. Njëherë në pamjen e jashtme ligjore, martesa është e ligjshme, se nuk ka aty në kontratë ose nuk përmend dikush prej palëve që është për afat të caktuar, që ti thuhet se është martesë që është batil. Por disa prej dietarëve kanë thënë se kjo është si nikah tahlil. Çfarë do të thonë nikah tahlil? Kemi përmendur të ndarja kur burri e ndan gruan 3 herë. Pastaj nuk lejohet që të martohet me ta. Edhe atëherë paraqitet dikush tjetër se sikur martohet me atë grua, edhe pas një dite, për shembull, ose pas një kohe të shkurt e divorcon, që ta ketë të lejuar i pari që ta marrë përsëri. Domethënë edhe kjo është e ngjashme me këtë. Domethënë si ai që martohet me martesë të ligjshme, domethënë me të gjitha rregullat, me mehrin dhe me dëshmitarët, edhe pa u përmendur se është për një afat caktuar, mirë po, ai e ka nijet që mos të vazhdoj këtë martesë, kjo është haram, nuk ka dyshim. Kam thënë edhe kjo, kur njeriu e ka niyetin për ndarje, gjithashtu është e ngjashme me këtë, domethënë që është haram. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë se është mekruh. Pra si të qoftë si përmbledhje, domethënë është kjo martesë me niyet të talakut, është në kundërshtim me rregullat e nikahut në kundërshtim me qëllimet e rregullave të nikahut në sheriat. Sepse, siç tham, qëllimi i nikahut në sheriat është bashkimi i përjetshëm mes të dy bashkëshortëve, edhe mes familjeve, kurse kur njeriu do thotë e bën këtë nikahun në formën e jashtme të këtij, kurse në niyetin e tij është domethënë kundërshtim me qëllimet e nikahut. Edhe niyeti i fshehtë është si formë e tradhtisë që
ndalohet po ashtu në rregullat e moralit islam. Dhe prandaj kjo edhe nëse bëhet fjalë për domosdoshmëri, do të thënë njeriu duhet të të ketë nijet përhershëm të martesës, edhe nëse ndodh më vonë shkaqe të ndarjes, atëherë mund edhe të ndahet, mirë po, jo të jetë nijeti për ta tradhtuar atë palën tjetër, bashkëshortën. Në temën e radhës, babu ma jaa fil istimari wal istidhan, do të thonë kërkimi i urdhrit dhe kërkimi i lejes për martesë. Është hadithi 305, thot an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la tunkahu al-ayyimu hatta tustamar. Do të thonë nga Abu Hurairah radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë gruaja që ka qenë e martuar, do të thonë nuk martohet pa u kërkuar urdhri i saj. Wala tunkahu al-bikru hatta tusta'dhan. Kurse beqarja, yarhamukallah, beqarja nuk martohet pa i kërkuar leje. Qalu ya Rasulullah, wa kayfa idhnuha? Kan thënë i dërguari i Allahut, si merret leja e saj? Ka thënë an taskut. Do të thonë nëse hesht, nëse nuk kundërshton. Thotë gratë këtu i kanë nda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dy lloje. Një që quhet arabisht ejim, që do të thonë gruaja që është nda prej burrit, pa marrë parasysh cili është shkaku, ka vdek burri, ose është talak, ose khul. Do të thonë ajo që ka qenë e martuar dhe është e ndarë, quhet ejim. Do të thonë ndryshe nga ajo që i thuhet armela, do të thonë armela do thotë gruaja të cilës i ka vdekur burri. Prandaj se ne i themi me një emër, e vej, të gjithave, ajo nuk është e saktë. Do të thonë e vej është ajo të cilës i ka vdekur burri, kurse ajo që është nda quhet ose mutallaka, e divorcuar, ose me gjuhën më klasike arabe, do të thonë ejim, që e jep këtë kuptim. Ejim, do të thonë ajo grua që ka qenë e martuar më përpara, tani kur duhet të martohet, bëhet nikah, nuk mund të martohet ajo pa urdhruar ajo. Do të thonë pa thonë duhet martohem me filanin. Kurse ajo beqarja, do të thonë që s'është martuar asnjëherë më përpara, zakonisht është te ato turpi, do të thonë më i madh, edhe nuk flasin. Kjo është e zakont te ato që kanë moral. Kurse tani ato beqaret flasin më shumë, por e natyrshme është që ajo që nuk është martuar asnjëherë, do të thënë ka më shumë turp që ta kërkojë martesën, madje edhe që të pajtohet me gojë, por vetëm hesht, nuk flet. Prandaj kështu e ka sqaruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të thënë ka thënë asaj duhet t'i merret leje. Pra nuk kërkohet urdhri i saj, të thotë martomni me filanin, sepse ketë vështirë se e bën ndonjë, por t'i merret leje. Dhe sahabët kanë pyet në çfarë mënyre t'i marrim leje, do thotë, se e kanë ditë se ato nuk flasin. Ka thënë an taskut. Do të thonë nëse ajo hesht, do thotë kjo është leja. Mirë, kjo është shpjegimi i hadithit, mirë po në lidhje me rregullat e shariatit për kësaj, do të thonë gjithashtu e kuptojmë këtë drejtësi të plotë dhe dobi të plotë prej rregullave të shariatit. Pra në shariat nuk lejohet që gruaja të martojë vetveten, do të flasim tash pak më vonë për këtë se kusht i martesës, kusht themelor është pajtimi i kujdestarit, ose gjithashtu leja e kujdestarit të vajzës. Nuk mund të martohet vetë gruaja pa kujdestar. Dhe gjithashtu asnjë lloj kujdestari nuk mund ta martojë gruan pa pajtimin e saj. Nuk ka asnjëherë martesë të detyrueshme ose të detyrueshme në shariat. Ka mundësi që ekzistojnë njerëz të cilët i detyrojnë vajzat për martesat të caktuara, mirë po në ligjet e shariatit, do të thonë secila vajzë ka drejt të ankohet te gjykatësi ose te autoritetet, edhe ato e mbrojnë. Do të thonë nuk e lejojnë
martesën e saj në atë mënyrë. Dhe kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur një vajzë e re që i është anku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se baba i saj e ka martu, domethënë me detyrim. Edhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ke të drejtë të zgjedhësh. Pra nëse do mund të rish me atë burr, nëse jo mund ta anulosh martesën, do thotë nuk lejohet detyrimi i asnjë palë, domethënë nuk lejohet për martesë. Pra këtu ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se gruaja që ka përvojë, domethënë ka qenë e martuar edhe ka pak më shumë moshë, nuk mund të martohet pa thënë ajo se do të martohet. Kurse vajza e re gjithashtu nuk mund të martohet pa i marrë leje. Nuk mund të martohet pa i marrë leje asaj. Por vetëm dallimi është se domethënë heshtja e saj është shenjë për leje. Për ndryshe nëse kundërshton, thot nuk e dua këta, ose nuk dua tani të martohem, atëherë nuk ka mundësi baba ose kujdestari i saj nuk ka mundësi ta martohen me detyrim. Gjithashtu, domethënë duhet të dihet se edhe gruaja vetë nga ana tjetër gjithashtu kujdestari nuk mund as ta pengoj martesën. Thotë nuk lejohet ta detyroj. Edhe në secilin moment ajo vajzë që ka qenë e detyruar mund ta anuloj martesën. Dhe nuk mund gjithashtu nuk i lejohet kujdestarit ta pengoj martesën e saj. Nëse ajo do të martohet, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, do më thënë për aspektin e parë ka thënë fankihuhunna bi idhni ahlihinna. Do më thënë martojni ato me lejen e familjeve të tyre. Dhe nga ana tjetër për pengimin e martesës ka thënë wa idha tallaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf. Do më thënë nëse një grua ndahet, sepse për ardhjen e këtij ajeti ka një shkak që njëri prej sahabeve ka martu motrën e vet, nëse s'gaboj. Edhe pastaj e ka nda burri i saj dhe pas ndarjes ka kalu koha e iddes, koha e pritjes. Edhe, domethënë, ka kalu periudha ose afati për ta kthyer. Pastaj ai e ka kërku për martesë prap dhe motra e tij ka dashur që të kthehet te burri i saj. Por, ky vllai domethënë e ka ndalu. Atëherë, Ma'qil ibn Yasar është ky sahabi. Atëherë, ai ka thonë nuk ta jap më ty, nuk lejoj domethënë të martohet me ty. Atëherë ka ardhur ky ajet: idha tallaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna. Domethënë nëse i divorconi gratë dhe ato e arrin afatin e pritjes, do të thonë nuk ka më kthim. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun. Atëherë mos i pengoni, mos u bëni pengesë që të martohen me burrat e tyre, idha taradaw bainahum bil ma'ruf. Nëse ata pajtohen me njëri tjetrin me mirësi. Dhalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Do të thonë me këtë këshillohet secili prej jush që beson në Allahun dhe ditën e gjykimit. Dhalikum azka lakum wa athhar. Kjo është më e pastër për ju dhe më e mirë. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Do të thonë Allahu e di dhe ju nuk e dini. Do të thonë pra shikon për sosmërinë dhe drejtsinë e shariatit. Pra gruaja nuk mund të martohet vetë pa kujdestar. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi wali. Do të thonë nuk ka nikah, nuk ka kurorëzim përveç se me kujdestarin wa shahidai adl, edhe dy dëshmitar të drejtë. Përndryshe nuk mund të bëhet nikah pa qenë leja e kujdestarit dhe dy dëshmitar.
Nga ana tjetër, kujdestari nuk mund ta detyrojë vajzën ose gruan, domethënë pa dëshirën e saj. Nëse ka qenë e martuar, duhet të urdhërojë, nëse nuk ka qenë e martuar asnjëherë, duhet të japë leje patjetër. Nga ana tjetër, gjithashtu kujdestari nuk ka të drejtë ta pengojë martesën e vajzës me atë që do, përveç me arsye sheriatike. Domethënë nëse e di se ai është i dëmshëm ose nuk është i përshtatshëm për atë vajzë, ose është, domethënë, i dëmshëm për ta në fe ose në moral, atëherë ka të drejtë ta pengojë ose ta ndajë, domethënë, prej atij burri. Kjo është, domethënë, të gjitha aspektet mbrohet interesi i burrit dhe gruas. Dhe këto janë argumente, domethënë, të qarta dhe të shumta, dhe kjo është mendimi i shumicës dietarëve dhe të tre mëdhëbeve, përveç mëdhëbin Hanefi, të cilët kanë thënë se gruaja mund të martohet vetë pa lejen e kujdestarit. Mirë, po kjo është kundërshtim me këto hadithe, edhe si tham, hadithi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi walijin wa shahidai adlin. Do të thënë nuk ka nikah përveç se me kujdestar, wali dhe 2 dëshmitar. Kanë thënë Hanefit se gruaja siç është e lirë ta bëjë çdo kontratë, është e lirë edhe të bëjë kontratën e nikahut. Por dietarët thonë nuk është, pra kontrata e nikahut është më e rrezikshme dhe më me peshë se çdo kontratë tjetër. Nuk është sigur shitja ose blerja ose qiraja ose, domethënë, por është diçka e veçantë, për këtë shkak janë këto kushte edhe më të rënda. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bighayri idhni waliha fa nikahuha batilun fa nikahuha batil fa nikahuha batil. Do të thonë çdo grua që martohet vetë pa lejen e kujdestarit, martesa e saj ose kurora e saj është e pavlefshme, është batil 3 herë. Fa in dakhala biha falaha al-mahru bima istahalla min farjiha. Do të thonë, por nëse e kanë bërë këtë nikah të paligjshëm, edhe ka hyrë dhëndër, do të thonë e kanë konsumuar martesën, atëherë duhet të jepet mehri patjetër për atë pjesë që e ka lejuar, do të thonë që ka bërë halal, do thotë nderin e saj. Ajo duhet të paguhet, mirë po nikahu anulohet. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa in ishtajaru, nëse kanë konflikt, do të thonë gruaja me kujdestarin e saj nuk mund të merren vesh, ka thënë fes sultanu waliju man la waliya lahu. Atëherë, do të thonë pushtetari është kujdestar i asaj gruaje që nuk ka kujdestar. Do të thonë nëse nuk mund të merret vesh me kujdestarin e saj, me babain e saj për të martuar, atëherë shkon te gjykatësi. Edhe i thot, ky është djalë i mirë, i udhëzuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me moral të lartë, edhe baba im nuk më marton me ta. Atëherë gjykatësi e pyet për arsyet. Nëse i ka arsyet të sheriatike, do të thonë të ligjshme dhe të dobishme për atë vajzë, atëherë është, do të thonë, vërteton atë mendimin e kujdestarit. Nëse nuk ka arsye të tilla, atëherë gjykatësi e marton, bëhet, do të thonë, gjykatësi kujdestar i asaj vajze që nuk ka kujdestar. Po. Kanë përmendur në lidhje me lejen, nëse hesht vajza, do të thonë në rregull, u mor vesh, duhet të ketë një periudhë të caktuar, të njohur, do të thonë që dihet sa është ajo koha që nëse hesht vajza, për shembull 5 minuta ose 10 minuta, nuk kundërshton, nuk thot asnjë fjalë, atëherë është marrë vesh se pajtohet. Do të thonë duhet të jetë koha e caktuar. Dhe mjafton, do të thonë nëse kujdestari merret vesh, pra me atë vajzën që e kanë në kujdestari, nuk është patjetër që të ketë dëshmitar për këta.
por është shumë e preferuar që të ketë dëshmitar se që mos ndodhe mohimi i mëvonshëm, domethënë se ka mundësi pas martesës që ndodhin probleme. Do thotë më mirë është që të ketë kujdestar. Disa kanë thënë edhe çka do thotë nëse qan vajza. Më thënë atëherë ka, do më thënë duhet të analizohet, a është kjo qarja për mohim, ose është nga turpi, më thënë, mundet me ndodhë. Pra, si të qoftë në të gjitha rastet me rëndësi, është kuptohet se duhet këto aspektet plotësohen. Më thënë, leja kujdestarit, leja e vajzës, edhe prezenca e dy dëshmitarve. Dhe në përgjithësi, do më thënë, për martesë, si që thamë edhe njëherë, nikahu është çështje rrezikshme. Edhe dami dhe dobia për nikahut është shumë e madhe, edhe lidhet me dy familje. Do të thënë jo vetëm me një person ose dy persona, edhe jo vetëm me njërin familje, po me të dy familjet lidhet kjo çështje, prandaj duhet të veprojnë të gjithë sipas fjalës Allahut wa amruhum shura bainahum. Do të thënë besimtarët çështjet i kanë konsultim mes veti. Do të thënë duhet të konsultohen të gjithë anëtarët e familjes, të shikohen aspektet e ndryshme, dhe kur merret leje gjithashtu prej vajzës, nuk mjafton t'i tregohet vetëm një aspekt, po duhet t'i tregohet fetaria, duhet t'i tregohet morali, karakteri, pamja gjithashtu, edhe prandaj është edhe preferuar dhe ligjshme që të shihen të dy, dhe t'i tregohet çfarë pune bën, për shembull, sa e ka pasurinë, si e ka jetesën, çfarë shoqëri e ka, do të thënë të gjitha ato duhet t'i tregohen vajzës, që në bazë të gjitha aspekteve ta marrë vendimin, jo vetëm një aspekt përmendet, edhe të vihet, si thuhet, para aktit të përfunduar, të krym, që ose ta pranojë se s'ka tjetër. Duhet, do të thënë, të ketë konsultim në familje, mes babës, nanës, vajzës, edhe antarëve tjerë, dhe të gjithë anëtarët e familjes, do të thënë, të merren parasysh, pastaj të bëhet istikhare, të kërkohet hajri prej Allahut subhanahu wa taala, të kërkojnë që Allahu t'i japë sukses dhe t'i drejtojë në këtë rrugë, atëherë e vendosin atë që e shohin se është më e mirë. Atëherë me lejen e Allahut do të ketë sukses edhe për burrin edhe për gruan, edhe do të ketë bereqet. Përndryshe, nëse nuk punohet sipas këtyre rregullave, do të thënë, atëherë më shumë është e pritshme që të ketë dëm dhe prishje. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.